Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur thirrjen e tij për Iranin që të arrijë një marrëveshje për programin e tij bërthamor, ose në të kundërt do të përballet me sulmin më të keq deri më tani, më i ashpër se sa sulmet e vitit të kaluar mbi sulmet ajrore amerikane dhe izraelite që shënjestruan ndërtesat bërthamore iraniane. Trumpi ka kërcënuar me sulme ushtarake kundër Iranit pas një shtypje brutale ndaj protestave antiqeveritare për të cilat grupet e të drejtave të njeriut dhe dëshmitarët okular thonë se lanë mijëra të vrarë. Shtetet e Bashkuara ditët e fundit kanë dislokuar avion luftarak, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe atë që Trump e ka quajtur një flot në lindjen e mesme. Një lëvizje që ka rritur tensionet me Iranin dhe ka shtuar gjasa për veprime ushtarake, sipas ekspertëve. Shpresojmë që Irani të vijë shpejt në tryezë dhe të negociojë një marrëveshje të drejtë dhe të barabartë pa armë bërthamore. Një marrëveshje që është e mirë për të gjithë palët, ka thënë Trumpi në një postim në rrjetet sociale. Koha po mbaron, siç i kam thënë edhe Irani dhe më parë. Arrini marrëveshjen, ata nuk e bëjnë dhe ndodhi operacioni Çekani mes natës, një shkatërrim i madh i Iranit. Sulmi i radhës do të jetë edhe më i fuqishëm, ka thekshuar Trump. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 2 ditë më parë njoftoi se një grup aeroplan mbajtësish amerikan në drejtimin e US Abraham Lincoln ndodhej në ujërat e lindjes së mesme. Duke folur për deklaratat e Trumpit, ministri i jashtëm iranian tha se negociatat me Washingtonin nuk mund të zhvillohen në një atmosferë kërcënimesh ushtarake. Abbas Araghchi, sipas mediave shtetërore, ka thënë se ushtrimi i diplomacisë përmes kërcënimit ushtarak nuk është dhe nuk do të jetë efektiv ose i dobishëm. Ai shtoi se nuk kishte patur asnjë kontakt me të dërguarin amerikan Steve Witkoff në ditët e fundit dhe se Irani nuk ka kërkuar negociata. Trump nga ana tjetër tha përmes një interviste për media se Teherani kishte thirrur në shumë raste. Në 2015 Irani është pajtuar për një marrëveshje historike me fuqitë botërore që synonte parandalimin e zhvillimit të një arme bërthamore nga Republika Islamike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Por ai filloi të tërhiqej nga zotimet e tij pasi Trumpi gjatë mandatit të tij të parë presidencial e tërhoqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja në vitin 2018 dhe rivendosi sanksione ndaj Teheranit. Irani ndërpreu bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në korrik të vitit 2025 si përgjigje ndaj bombardimeve amerikane dhe izraelite, ndaj kërkesave dhe ndërtesave kyç bërthamore në Fordo, Isfahan dhe Natanz. Sanksionet që lidhen me marrëveshjen bërthamore dhe çështje të tjera kanë dëmtuar rënd ekonominë iraniane, gjë që her pas here ka shkaktuar protesta për shkak të rritjes së çmimeve dhe mungesës së mallrave e furnizimeve me energji. Protesta e fundit vlerësohet gjërësisht si sfida më e madhe ndaj Republikës Islamike që nga revolucioni i vitit 1979.